një momentet që e ke përmendur edhe në intervista të tjera, po unë dua të të pyesësh takimin me profesor Kristaq Mitron apo jo. Edhe nëse nuk gaboj, ai ka thënë diçka të tillë si kjo është një luftë luanësh, ë? Rrugë luanësh. Rrugë luanësh. Ti ndihesh në një çik luan, domethënë? Pas pak. Ideja ishte që na duhej një profesor që unë të mësoja për konkursin e regjisë, regjia filmit, për ata që duan ta praktikojnë dhe të shkojnë në shkolla të ndryshme. Në Akademinë e Arteve bëhet me konkurs, si shumë deg të tjera artistike. Pothuajse të gjitha. Dhe normalisht më duhej një informacion më i gjerë se ajo që kisha, dhe normalisht mora vesh që kisha gabim, po në fillimet e mia, duke qenë se ishin miq babi me Kristaqin, që normalisht ishin nga Vlora të dy. Shkova dhe e urreva në fillim mësimin, sepse ishte dorë e rënd, isha mësuar me unë e di më mirë se ty, pavarësisht se ai ishte kolos në kinematografi shqiptare. Dhe pastaj fillova të mësoja që nuk di asgjë. Fillova të vëzhgoja më shumë, fillova të mendoja më shumë, vështrimi kritik dhe mendimi kritik ishte gjëja e parë që më mësoi. Dhe pastaj atë kohë të vogël që më ndeti në supervizim deri edhe pak mbas konkursit që vijova shkollën që të kontrollonte a isha mirë apo jo, pati një impakt shumë të madh në jetën time nga ana e karrierës. Praktikisht atij personi kam borxh karrierën sepse më futi në një shinë që prindërit mi nuk fusin dot, shokët e mi, partnerja nuk më futi dot. Më tregoi një diapazon tjetër, një bagazh më të madh se ç'kisha. Është ai momenti kur në rrugën e dikujt shfaqet mësuesi. Pikërisht. Këshilla më e vlerë që të kanë thënë ndonjëherë, cila është? Që ti ecën edhe sot në hapat apo duke kujtuar atë këshill? Është shumë e bukur sepse më kanë thënë shumë veta ma kanë dhënë këtë, duke filluar që nga familja, që nga partnerja, dhe kam dhënë tatuazh dhe filmi preferuar njëkohësisht që është Jeta është e bukur, La Vita Bella. Edhe është dhe vërtet jeta është e bukur. Dhe më pyesin pse e ke këtë, sepse i them sot u zgjova edhe një ditë për të jetuar. Kaq mjafton. Tash se do kemi probleme, se do në virkosa mua se jam tip ekspresiv dhe do humb ndonjërin gjatë rrugës se çu kam tipin, po shkoj kërkoj falje pastaj. Është mohabet tjetër, po si fillim u zgjum sot mëngjes. Po jeta është e bukur në fund. Jeta është e bukur. Edhe kjo ka rëndësi që ne ta kuptojmë vlerën e saj dhe të jetojmë çdo ditë. Kemi parë shpesh që je, dhe unë e përmenda edhe në fillim të intervistës, je gjithmonë me kritika. Dhe i drejt për drejt. Me shpat madhe. Nuk përton ta thuash ato që mendon, pa pasur frikë nga kritikat që do vinë nga opinioni pastaj, se ndonjëherë ne funksionojmë kështu si një spirale e heshtur. Edhe pse mund të mendojmë ndryshe, detyrohemi për shkak se shumica dhe masa mendon diçka njësoj, e ndjekim edhe ne atë rrugë dhe bëjmë atë spiralen. Jo, me që keni pas dhe Klemin këtu. Klemi ka qenë një nga ata që ka vënë re më shumë nga të gjithë. O Klemi të duam. E duam shumë, po. E duam. Po na hajde ndonjëherë se të duam, po. Sa të videra nga ne, ka trafik. Ai ma vuri kështu në dukje, po bolle burri dhe u tha, kritik tu, kritik atje, mos marrë njëri frym, thase. Është një gjë që më përpara kam qenë, jo se kam qenë indiferent, jo se kam qenë një rob që nuk përfshihesha, por më thoja me vete, unë kam studion, jam artist, nuk duhet përfshihem në disa gjëra dhe në disa gjëra me vërtet nuk përfshihem se nuk janë puna ime dhe nuk kam informacion dhe nuk dua të them të gabuarën. Nga ana tjetër mendova diçka që ishte edhe emisioni që kemi hapur te një televizion shumë i vogël tu në Tiranë dhe pastaj e çuam në Gjirokastër te një televizion lokal për të ngritur pak pjesën lokale të rrethave që kemi përveç Tiranës, që me vërtet ka artista shumë të mirë dhe njerëz shumë talentuar, që quajta bashkë me kolegun tim Kosën që e kam dhe dorë djathtë të studio, që quajtëm për në fushit 4, përgjegjësi publike, prezencë publike me përgjegjësi publike. Që thot momenti që unë them diçka, sigur të kem 100 followers, 2000 followers, 300.000 followers, ka përgjegjësi publike sepse shohin dhe fëmijë, shohin dhe personat moshës 3 të cilët keq informohen në çdo lloj momenti nga interneti dhe i bëj kërkime të mirë për atë që flas para se të flas. Janë pas skenar, janë freestyle, pa ne ka shumë kate se ngatrohem se flas shpejt edhe nuk i bëj gjëra të mirë, po mundohem të them pak në atë epiqendrën.